Si ka mundësi që një vajzë, për aq sa kishte rrugtimin këtu, pa rikthimin, nuk pyeti fare që unë po denigrohem. Prandaj them, edhe pse kam menduar që rastet caktuar po e bën për lojë, çfarë po luan me karakterin tënd, po luan. Ti e bën vetëm se je verbu, ti ka mbyll syt, ka qërru burri huj, edhe ti thua unë do bëj çfarë doj ky, se nuk ka mundësi para miliona shqiptarëve ti ta denigrosh vetëm tënde. Logjikën. Po pra dhe sot vjen duke thënë që unë lojën s'ta bëj më, po unë s'ka gjë. Ma afrohesh ti, më bën për qesh, kaq që thot ai. Unë thjesht du me të patu qeshje, thot ai. Kaq. Kupton çfarë dua të them apo jo? Dhe ne vazhdojmë akoma, analizojmë. Ne vazhdojmë akoma, analizojmë ata. Ka publiku të jashtë e kanë nxjerrë kjo keq. E di, po. Po kjo goca, po mundohet t'i rregulloj imazhin atij djalit jashtë, ja prishi kjo kur hyni. Jo, ta them unë. Se mendon ai që ja prishi, ai ka prish vet. Këtu, te ne, s'ka kush i zero respekt për ato. Ai ka lut me këtë femrat, i ka prej këtë femrat moral, edhe Rizortën. I ka thënë s'ke moral. Ky ma bit mua. S'ka respekt njeri për të, sot është tjetër sëri, po, ta them ty si këti ja thash, te klipi që pam sot për kush ishin 4 finalistët, ne kemi thënë të gjithë, pra në përmbledhje ishte vetëm për atë. 8 veta kanë qenë për atë, 9 për mua. Nga një fjali të gjithë secilit, lojë unike, ka treguar në çift një lojë që s'është parë më përpara.